më ro dikush e më dej keq këto, sa falësia shumë e madhe. Që shtëpia ka qenë e banume, tash ata kanë dalë me qira për çka ujit. Nuk dëgjoj, nuk po na dëgjojnë neve. Deri kur bëhet më keqja, tani çatëre intervenojnë ana. Për fat keq, ky problem ka prej 2023-s, kur ka qenë drejtar i investimit kapitale Krenar Xhaferi. Për fat keq ai ka ardhur, e ka qenë grupën me një kompani private, po falësia e grupës është 4 metra, gjatsësia është 30 metra. Po për fat keq komuna ose investimet kapitale nuk kanë ardhur me mbyll këtë grup, as nuk kanë bë intervenim. Tashi kanë ndryshuar që më banë në 2 vjet e gjysmë, i hina 2025-ën, për fat keq s'ka ardhur hale, kanë ndryshuar drejtoria, është Sokol Havolli, ai po fat që kena marrë me bani kontratë me një farë kompanije private, as ka pru bagera, as ka pru inxhiniera, as ka pru gypa, as ka pru sen zotit heq. Gjendja statike kjo, edhe nuk e di që shja bojna na, për fat keq kjo me keqa që mund më posë vdekje këtu. Më të mundohë se më të më ra dikush e më dej keq këtu, sa falësia shumë e madhe. Tu ju kësha lutë sa ma shpejt më intervenu, më arë, me kry këtë punë, që shë me e mira. Se një njëti i rast ka ndohë në Kolivis kër e ndekë 2 fëmijë, edhe më të mundohë një familjar jone që më të më dej këtu. Do me thonë, sa herë të koreshit që jot ndodhë këtë problem? Po, këtë problem e veç tot, hale, problemi, bote e maj malë problemi, për fat keq. Ka shtëpia ka qenë e banume, tash ata kanë dalë me qira, ata kushite tonë, edhe për fat keq tash e ka marruje, edhe kja gjendja. Do me thonë, për shkak të ujit e kanë lëmë shpinë? Për çka ujit, ka marrë. A keni bisedu që ta është sot me të komunës? Kena bisedu, ka thonë që po vina, ashtë numri 031233, e kum lajmëru, po kena marrë emergjencën e kena lajmëru, hale pe komunës asë një njëri s'ka qenë sot marrë këtu. Po që ata 2 njerë, zakfirësat që kanë, ata nuk mund më krypun, ata nuk janë, ata janë më shukë zemë, jo më hek uj. I ka pun njerë se ka bum këtu. Ata i nërë sot gabim këtu, këna. Ato du të marrë njerë adukat për këtë punë. Edhe e kena kërkesën që e kena bo, Komunë Prishtinës, për 2023-ës, që e kena me dokument me krejt, e kena kërkesën, po kërkesat edhe ankesat shkojnë në komunë, nuk dëgjojnë, nuk po na dëgjojnë njëve. Deri kur bëhet me keqa, tani çatëre intervenojnë ana. Jam banori Kodrës Trinave, të rruga Bajram Musa. Këtë probleme kena prej 2023-ës, probleme kanalizim, por kur ka vërshime, kur ka shi, të vërshohet krejt laqja, bëhet e merë uj krejt. Në kanë premtu komuna, kërkesën e kena bërë në 2023-ën, investimet kapitale kanë marrë si problem, na jena konë krejt mahalla disa herë, edhe jena konë të herë vetëm.